Andale Sport, ja ku jemi në një Andale Sport VIP. Do thoni ju ç'ne? Shpjegoja pak më. Përshëndetje çuna dhe goca të Andale Sport. Do ta nisim vitin 2026 me një tifoz Shkodran, tifoz Vllaznie, podcast gjithashtu bën, skautist futbolli, njeh gjithçka. VIP-i është Senofishta. Faleminderit për ftesën, na shkënaqësi që jam këtu, edhe që po nisi për ju këtë sezon vitin 2026. Kështu që suksesin e keni të garantuar, do të thonë se e kam kamën e marrë shumë. Prandaj direkt është, e nisim me një Shkodran vitin 2026. Sinjal ky që Vllaznia e kampione këtë vit? Sinjale kena pas çdo vit, po shpresoj që mos ndërpritet sinjali. Ky të vazhdoj deri fund vitit. Jo deri fund deri qershor do ishte. Kena sinjal se na kanë ballë me na kanë thonë në Shkodër e merrni titullin prej në gusht e dorëzonin maj. Baba që dol me një lagje tjetër, po rrisha te gjyshja. Kam pasi lidhje të tjerë zakonshme shpirtnore me gjyshen. Edhe po isha fëmijë edhe në gjosha si ishte pallati sportit që është aty. Bërhërit më thoshë, çfarë është kjo? Edhe më thet neshin në stadium, një ashtu me pantoflon direkt në stadium. Edhe se e kapa pjesën e dytë, se në atë ku ishte pjesa e dytë pa bilet. Por dhe me thënë ka dhe momente që du më nalë pak këtu, sepse aty ka kënë tregu, edhe e këshifte gjysha se e kisha me qef, del të bate pazarin, e mërë të vesht kur letë Vllaznia, se unë isha fmi, nuk disha me ditë cilë me ka këtë javë ose javën tjetër. Vetëm me dije që lunë ekipi edhe kaq. Po, edhe vite gjysha se në do të ka neshe sa Vllaznia, mi letë lekte biletës, për mu më thote edhe për i shak tjetër, se kishte frikë me mlanë vetëm. Edhe kur kishte me një ekip që lutë Vllaznia, për shembull një ekip që militote i vit në kategori se ka kanë me 20 ekipe në atë kohë me 18. Edhe i thosha, "Non, si u do më kena fitu 2-1." Po me cilë ekip? Se s'po përmend një ekipe për me ofenduar, i thosha me filan ekip. Sa thote, pa morë, thote 2-1 me na bë gol ata. Po thote Vllaznia duhet me fitu 6-0, më 7-0. Sepse gjysha, domethënë, kam i njërit temin që ka kanë sportist kampion mundje, një AGM-i, edhe gjysha i dite, domethënë edhe figurat e sportit në Shkodër, edhe me tamam unë u mërziqa kur më thotë kështu, a dosh me, jo me nani thosha kena luajt mirë, me sa kuptohesh unë në atë kohë. Jo mor thotë duhet 7-0, thotë, jam me na bë gol thotë. Edhe janë shumë gjana, shumë situata që mesin memori, edhe mendoj që edhe më vjen keq se unë fëmijët i kam lindë jashtë, po më vjen keq që ata emocione fëmijët e mi s'po të marrin kurrë, domethënë. Sa da më çun stadium në për ekipe tjera i kam çu me te Meci atje ku kam jetu. Po se di, është ambienti. Është emocion është. Absolutisht. A mendon që kjo vazhdon nga që dikur futbolli ka qenë më popullor, të paktën në çdo qytet Shkodra për më tepër. A mendon që akoma në Shkodër është kjo ideja që fëmijët e vegjël shkojnë në stadium dhe shohin ekipin apo ka rënë pak kultura e futbollit? Mendoj që edhe orientimi shoqënisë sot sikur është largu prej sportit, po kanë gjithmonë justifikime, ja pa nuk shkohet, ja pa nuk bëhet, po kjo mendoj që kjo gjë përveç se Shkodra ka 35% të popullsisë që ka emigruar, domethënë ka një tkurrje, po edhe orientimi për në sport është shumë i vakt. Unë kam dashur edhe duhet me propozu patjetër që historia e Vllaznisë duhet me kenë në kurrikulin shkollore, domethënë me kenë pjesë e mësimeve, patjetër për në Shkodër. Plus duhet edhe diçka tjetër, çdo fëmijë ka pasion një sport. Patjetër mund të ketë volejbollin, basketbollin, po duhet me bë si lëmë me zgjelli, duhet me kenë pranishëm në çdo ndeshje që luhet në Shkodër, duhet me kenë fëmijët e Shkodrës, sepse Vllaznia është gjamole. Është femë vete në Shkodër. Ti edhe vetë je mësuar me ambientet e podcastit, ke edhe vet, po mua më pëlqen më shumë emri që ke zgjedhur, nuk e di ku të ka shkuar mendja. Na shkojeta Rafishat. Si lindi kjo ideja? Po e kam bën në sinkron me mënyrën se si më ka shku jeta. Domethënë ndesha me bën ashtu jeta lëra dash, po thash pa bëj më sportive, Rafishat. Rafishatat janë të bukura kur realizohen, po kur del huç janë shumë llim shmet. Llimje me sigurisht ka bën. Dhe te podcasti ka pasur goxha të ftuar interesante, ndërta, do ta përmend ai. Po ndiqja. Ger Çarçani që populli Shkodran sikur nuk është se e do dhe e shumë, e ke pasur të ftuar. Tani më thuaj pak
Dua ditë temat për të ndezura që ke pas. Për Gerça Çani ndoshta do munal me fol 1 minutë sa Patjetër. Dalu 5 me Sherafi përshëndet një herë. E përshëndes. Kërti një gazetar më Unë tjetër. dalja parë që kam dalë në herë, unë s'ka 8 muaj që jam këtu në Shqipëni edhe me kamerat, ka marsi, ka prilli, kam fillu Jam metuar po. mu ambientu. Dalja parë ka kënë të Gerça Çani në MCN, edhe disa lidhje direkte që kam bë, kështu që duhet ta falenderoj, por edhe nga ana sociale, edhe nga ana për me fol për domethënë për drejtimin e jetës, për situata të ndryshme, Gerti ka fol shumë pozitivisht edhe e vlerësoj, domethënë ka fol tamam si shok i mirë. Pavarësisht se gjithmonë masaj mbrapa është pjesë e batutës, kena batuta me te që nuk mërzit në me njëri tjetër. Unë s'mërzitem me Gerça Çanin për asnjë gjë, edhe duhet ta falenderoj e vlerësoj shumë. Ai episodi i parë që ke dalë, duhet që kishe emocione në fillim, te i pari fare me Meridianin, dhe i the një shprehje kur e fillove. Pra e hape me shprehjen çfarë thuhet me jetën ku e ke biçikletën. Me që Shkodran. Tani ti ku e ke biçikletën se na erdhën pa biçikletë. Erdhan biçikletë ma kishte marrë math, ose mathën e bova në biçikletë. I thashë, na kuj tjetër për shembull kur vjen si ke marrëdhëniet me jetën, ku e ke biçikletën, po me koletën, si je me koletën, mos e vazhdojmë. Si Ja këto bejtë Shkodranët famshme. Po ishim edhe mram, ishim i dark me Stinen, me Armirin, me të mallin që bën parashikimin e yjeve Ilir Vrenozi. Patjetër. Gol 3 plus Amreti. Këto janë yjet e tij, domethënë parashikimi i yjeve. Me këtë parashikimin e fundit i deri 3 plus i bërën qafë gjithë se nuk i doli. I morrin qafë tanë, por thetë rikuperoni ka mundësi prep, thetë rikuperoni me parashikimet e ashtë. Ilir është personazh i madh. Po patjetër. Ka bërë dhe një performancë goxhat mirë, po ajo lidhja jote me Ilirin ishte edhe një vërtetim që aksi Shkodër-Korçë është gjithmonë i mirë dhe në futboll edhe në marrëdhënie jetën duket. Patjetër, domethënë me Korçën janë dy qytetari që gjithmonë edhe në histori kanë tregu kulturë, kanë tregu vlera, edhe mendoj që e kena shiju, edhe me Ilirin i kena kënë si mendoj një tavolinë kafet, pavarësisht se mendoj aty edhe për dinamika që kaloja nuk dha me as 10% të atyne gjanave si kishim me lanë, si për batuta, por edhe si mesazhe për me lanë, për brezat o arshëm, për ato eksperiencat që na kena pas një. Tani Seno po punon nën hije, sepse sfidën Dinamo Vllaznia e ndoqi bashkë me Ilirin stadium. Jo, unë kam dëgjuar llafe që kur luaj Skënderbeu me Korçën, kur të vise, Korça vjen superiore. Po, Skënderbeu me Korçën. Me Vllaznia me Skënderbeun, kam dëgjuar që do ishte tribuna korçare. Apo nuk është vërtet? Po kollovartesh do një muaj të Korçë. Do shkoj kollovar në Korçë. Përmendëm pak më herët faqen Vllaznia Diaspor. Si po thonë, ti e admin aty, ti e ke krijuar. Te Vllaznia Diaspor. Unë kam kënë tifoz. Që është faqe në Facebook, ë? Po, kam kënë tifoz i personali Skerdi Bejzades. Dhe Skerdi kur ka luajtur në Shkodër, përveç se lojtar në Shkodër e dojnë tanë, është një mik e Shkodrës, mu e më ka pru dhurata dhe karrocën e djalit, me thanë. Vlen për të theksu që kur e hap me atë si grup, banerin e parë që kina ba si grup e ka pagu Skerdi Bejzade me nanën e tij, dhuratën në Nallurin, që do ta përshëndesë, ta falenderoj shumë. Shive, vazhdon ironitë e tifozëve sepse e kanë kunjën që në fillim sezonit me transferimin e Grudës. Po, te Ignat. Tifozët e Ignatit thotë kërkojnë largimin e Grudës. Iran gjinahet tonë më duket. janë Shkodran, janë të lezetshëm shumë tek grupi. Ne kanë pikë fort. Janë të lezetshëm shumë. Po, me kënd Shkodran tana e ban thon, dhe ti edhe scout talentesh. Ndoshta nuk dihet ai shumë publik kjo, por ti ke një marrëveshje me një ekip në Afrikë apo jo? Po. Faktikisht mas i shkova në Afrikë, përveç se ishte një eksperiencë e bukur për si një shtet, si një vend që ja vlen për mua eksploru, po edhe shteti ku isha unë, Benini, ka shumë ndryshim edhe me vendet kufitare. Benini miku im? Midis Nigerisë dhe Togos. Okay. Ishin njerëz shumë paqësor, domethënë 3 javë aty si niva 2 vjet u bë fjalë në trafik. Veshin tonë s'kam fonde në kry, domethënë. Me rregull, po. Me rregull, dyqani 24 orë hapës, aty shiqen, aty flashin, aty domethënë mu duk veti aty si mor Cristiano Ronaldo, si Brad Pitti, tonë ndoshin, malluroshin. Edhe tonë kishin ka 2-3 gra, njëna ja lill tek pus, tjetra zgillte. Ishte jetë shumë. Tani Seno, 3 javë aty. Çfarë lojtarësh shpe?
Do na sjellësh ndonjë këtu në Shqipëri? Na tregon tani, hajde. Po, na bane me detyrimi bru. Kështu si na bane pyetjen. Firmosa kontratë me një akademi. Edhe ja bona edhe qartë për sa i përket mënyrës që nëse transferohen ta shohin Shqipërinë si trampolin, jo me ardhur në Shqipëri mos pretendoni taks formimit direkt, domethënë në bazë performancë lojtarëve mund të vazhdojnë masaj procedurat për mi shlyr në detyrim ekipeve të akademive atje, sepse dieta e taksa formimit që është me rregull të FIFA-s dhe UEFA. Pova një lojtare femën shumë të mirë, kam folur me presidentin e vllaznisë Lazar Matia. Edhe mendoj që do të bëhet diçka, po në momentin që të bëjnë 18 vjeçë. Ishte një lojtare me nivel shumë të lartë. Çfarë roli luan? Sulmuese, shumë e shpejtë. Pra, Seno ka gati një sulmuese për vllaznin. Po. Një partner sulmi për Megidocin, duhet ndonjë tjetër të bëjë. Edhe pova te kjo akademi, se ku shkon në fakt atje ishte periudha që kishte marrë sezoni, vetëm thjesht bëshin kështu turne, kështu neshësh miqësore. Përgatitore, po. Edhe po është edhe kampanja 2 lojtarë të mirë që më mushin synin, një lojtar Lleç edhe një winger. Tani pyetja është ku do i sjellësh? Te vllaznia dhe këta si ajo sulmuesja apo? Kënaqësia është mi pru te vllaznia, dhe nëse realizohet po asnjë lloj përfitimi personal, sepse me vllaznin kam një marrëdhënie tjetër, domethënë nuk pa përfitim personal? Ekonomik, po, absolutisht të vllaznia s'mund të marrë. Ka përfitim emocional aty, është. Vetëm kënaqësi emocionale, por të vllaznia është ai përgjegjësi e madhe me pru lojtar në të synin tim, sepse kena po drejtora e menaxherë që na kanë pru lloj madeinash, që s'kan lidhje me sportin, edhe sepse në Shkodër e njohin futbollin tonë edhe dojnë lojtarin teknik, lojtarin e dashur edhe për publikun, jo lojtar arrogant, jo lojtar me mall. Mendoj që janë lojtar edhe për moshën, po kur e pash edhe në çfarë terrenesh luasin atje, edhe se si arrishin me enal topin, do të si kanë terrenet dikur në Shqipëri, jo kështu sintetike, po ka pas lojtarë edhe më teknik në atë kohë. Ashtu ishte edhe, domethënë fusha, u niste topi me tardh tokas, vite topi te xhuni, po e gjeshin, ishin shumë elastik. I llogarishin kohën topit, mund të kenë vetëm nevojë mendojnë te pjesa taktike, me punu ato djem, por ona fizike, teknike, shpejtësisë, domethënë ishin. Vjen një lojtar joti në Shqipëri dhe luan për një nga 3 ekipet e vendit fundit. Në ndeshjen e fundit kampionatit, barazon vllaznia dhe goli që barazon e bën ky lojtar jot. Edhe humb kampionatin. Çfarë do i thojë mbrapa? Të shumë nuk jam tip që malko i këndhe, shaj i këndhe, po do t'ja gjesha mënyrën që nëse me nesha për neshje të fundit, me e qua ndaj koko ardhë. Në me thami marë masat me këthy edhe herë në Afrikë. Prandaj thonë që nuk duhet t'jesh menaxher aty ku ke konflikt interesi. Ti ke konflikt interesi me Shkodrën duket. Pa tjetër, unë kam konflikt interesit emocional. Vllaznia është si që thash, është diqa molle për tonë Shkodrën, mos e shifni që ka mangësi njerëzve në tribuna, fatkesisht njerëz që kanë më përpara të vllaznia kanë pasi interes personal, se çdo vend e kanë përdor politikisht vllaznin. Politika na hallin kategori 2. Politika e kanë kategori 2? Pa tjetër, interesat në alta politike. Edhe lëramja vllaznis u bën një intrigë si tek Kodi Da Vinci. Ja faturune në Voltana Ademit, po në mendoj që e ka helle majta. Unë i majt jam të mund të lidhëm pak me politikin si familje, po kur vjen punët e individa shkodran, u bëhet diçka që mendoj që e helli, jo mendoj, por për mua në synin të më 100% që e helli e majta. Kampionati i këtij viti si duket. Kemi një kaçë aty shkëputur pak nga ekipet e tjera dhe duket se deri në fund lufta ajo do të jetë, nëse nuk kemi edhe afrime nga ekipet e tjera. Lufta aty do jetë, po interesante është ose kryesore është që mos të ketë diferencë pikësh shumë me vendin e parë. Pasi këtë vit dhe për ata që këtë vit ndikon edhe renditja, pra nuk zerohen pikët fund kampionatit, por do përgjithmonë dhe ruhet ajo vlera e pikëve që kanë kampionat. Po, kështu që kjo është interesante. Ka ekipe që këtë vit mendoj që ka me kanë interesante pjesa e Final Fourit, sepse janë ekipe të mira që nuk janë larg katërsh, po mund të ketë edhe surpriza. Kampionatin shqiptar e folim po nga klubet europiane me KS Seno.
I përshtatet edhe mënyrës se si më ka shku jeta, jam fix në vendin e duhur me Interin. Grop. Shkon formati tim. Du me përmend një lojtar që më ka pëlqyer te Interi, ndoshta nuk ka mojt shumë mend, po ka qenë një lojtar teknik, Stefan Dalmat. Dalmat? Ato s'ma ka Vetëm mend. si emër vegi më mbaj mend. Po, ishte Kur ka luajt ky? shumë teknik. Ka luajt herët në kohën e Zamoranos, Ronaldos e Unë mbaj mend Nagatomo që ka qenë teknik i fortë. Rekoba, Alvaro Rekoba. Nagatomo ka qenë shumë teknik. Çfarë, kjo më duket më shumë mark telefonash. Ma e meni kartë. Ose lavatriçesh. Ka qenë kapiteni i parkohet. Kush mendon që merr ligën e kampionëve këtë vit? Se kemi pyetje që ja bëjmë gjithë dhe në fund i mbledhim kush e qelloi. Ligën e kampionëve. Dese. Ligën e kampionëve. Duhet me thonë për hatër një shokut tim, Afrim Dibra, se është një tifoz i flakt i Real Madridit, edhe ai të ban blok, po ja shove rolin. Bravo Afrim. Bravo Afrim. Po ja ngacmon Real Madridin vllaznin dieta, ja pun po Real Madridin të ban blok. Shumë mirë, bravo qoftë Afrim. Ti përthua për hatër shokut. Po e meriton, Këtë vit sigur nuk e meriton shumë. E meriton Afrimi. Afrimi, okay, për Real